Hi! Tani Klea, unë kam një pyetje. Ma thuaj. Kur ti thua atij, për 5 minuta jam gati, sa është koha reale që ai duhet presi? Gjysmore. Një orë, them unë. A thua? Po, gjysore bruto, kurse gjysore duhet përgatisi veten për të të pritur ty gjysore. Ta do vëjmë timerin, vendosim për telefonin im. Vërë? Dhe do bëjmë make-upin për 10 minuta, make-up të mirë. Ndoshta jo një make-up full glam, por një make-up të mirë për të dalë në një date spontan. Po, na vjen shumë keq nëse neve ja dalim ta bëjmë për 10 minuta dhe të gjitha gocat që kanë të dashur, që i dashur i tyre do ja çojë këtë video dhe thotë, "E shef që ju mund bëni gati për 10 minuta", na vjen shumë keq. Start. Okej, super. Tani, nëse ai vërtet po vjen në një ditë të pa planifikuar, pra është një gjë shumë e shpejtë, nuk do të thotë që ti do dalësh si zombi. Mjafton thjesht pak ritaç. A jemi të dyja dakord që do bëjmë concealer dhe jo full coverage foundation? Po, çuna dhe goca, nëse mendoni që mund bëni një full glam për 10 minuta, më vjen keq që të break your spirit, po në asnjë lloj universi nuk është e mundur. Ku jemi, Krista? Tani, unë kam vendosur më përpara... 9 minuta, okej. Unë kam vendosur më përpara hidratues, kështu që po vendos direkt concealerin. Tani, që ai të mendoj që ti je natyrale dhe sikur ty Të mendoj që je natyrale. Dhe ty sikur nuk të intereson shumë që të vendosësh make-up kur del me atë, pra ti nuk ke komplekse. Vendos vetëm concealer dhe vendose vetëm këtu, shumë pak tek balli dhe tek mjekra. Unë po bëj dhe kontur. Okej. Është pak e pa drejtë, se njerëzit në përshpia Unë nuk lyhem dot duke parë pasqyrën. Duke parë telefonin, do të shoh pasqyrën, se çfarë ndodh, kthehem në një jamaikane. O zemra, unë mund ta bëj me sy mbyllur. Si thashëm, do dukemi natyrale. Tash 5 minuta më parë. Do dukemi sa më shumë natyrale. U nuk ka pasqyrë përballë, pse lodhem kaq shumë? Do shkojmë për concealer, fondatinën nuk do ta përdorim. O duar thar! Për hapë nejtë të ku! Nuk e shej për nejtë e gjeta. Unë mendoj që pjesa më e vështirë janë vetullat. Unë vetullat i kam kryer pak. O Krista, është me hile kjo. Pak me hile. Shiko tani, për shembull Lea, unë kam vënë gojë, kush nuk e ka shumë shumë unë nuk daj. Ndoshta vetëm marrë me disi ose nisë në shtëpi, e disi duke pa vetulla të bëra. Është me hile se unë po i bëj këtu real time. Nuk e di se si unë dukem pa vetulla të bëra, kështu që askush nuk ta di, ky është sekreti im i errët dhe nuk të thotë që ju do ta dini. Unë nuk kem, duhet kem diku fotot tuan. Okej, një sekond. Ti ke shërpik të bër. Do të lyesh. Kurse unë do lyej shërpikët, nuk do lyej vetullat. Jemi barës? Do ta ri me Jemi dorë. barës. Po, 6 minuta erdhi. Kush erdhi moj? Ai. Qa kisha me rrume? Plashe. Ka mund plash. Ky ndoshta mund të jetë make-upi më i tmerrshëm ever. Shifë kur kam si e kontuar në Klea, qatë meri. Nëse nuk është aq keq. Se po vjen o Kristo! Është tuar! Okej, do bëj emailin tani. Unë duhet të detaj do. Të minuti sa të jemi të 5 minuta, jemi në gjysmë të kohës dhe ne nuk kemi bërë as gjysmën e punës. Jo, unë mendoj që jam okej. O Kristo! Ti ke bërë vetullat gati! Ose Ti ke bërë shërpikët gati. Shërpikët, ta kishe menduar që kishe bërë shërpikat. Mendoj që kur disa njerëz janë të paaft, përpiqet ta gjejnë problemet të të tjerët. E pa, se s'kisha më vetullat? Klea, mendoj që je shumë avash. Po si që kam avash të moj? Jemi tek 4 minuta e 19 sekonda. Shiko, unë kam gjysmën e punës bërë se i kam shërpikët e bëra. Shiko, unë mendoj që tani duhet kaloj tek buzë, se imagjino ai më shohi kështu dhe thotë që është një njeri pa buzë. Sepse pas sekretit të errët të vetullave vjen sekreti i errët i buzëve. E di qa mund, e vetmja mënyrë që neve më vërtet mund t'ja dalim në kohë të bëjmë një gjë për 10 minuta, është kur e ke buzët, e bëra tatuazh. Klea, lutem, jo, Kur ke vetullat gati? Mos i bëni kur as vetullat, se unë i kam hyrë, pa nuk i kam të bëra. As buzë tatuazh çfarë thotë Klea, mos bëni asgjë nga ato, maksimumi shërpikët se që bën Klea. Ja çfarë ndodh kur ai thot? Ja poshtë, hajde, për 10 minuta! Kjo ndodh me prapasken! Ka kaos! Dërgoja këtë video të dashur tënë, sa herë të thotë që për 5 minuta jam poshtë.
Jo, nuk do t'jesh aty poshtë. Nuk kemi ne problem, janë ata. Po. Janë ata problem. Shiko, jemi kash të Kuptoj. on sync me njëra tjetër, është bëjmë gjitha lëvizje. 2 minuta! Okej, unë jam gati, vetëm shkëlqis. O, Crystal, jo, nuk kam bërë akoma as gjysmën! Nuk e di sa bëshë. Prandaj dating life i jote është i tmerrsh. Ja, një mashkull tjetër sa për trokiti dhe hapi derën, janë ata që pa problemi. Gjithmonë në zemër. Oh, fucking hell! Fucking hell! Fucking hell! Fucking hell! Fucking hell! Një minut! Jo! Ne që jam gati dhe merrem zotike se kur. Pritet që? O, sa shumë gjëra. Klea, çfarë nuk e bër? Dhe 57 sekonda! Au! Mendoj që kam këndë nësë pak highlight. Idiote. O, ku dalë e bo? Nuk kam bërë as gjysmën! Jam gati. Jo! 30 sekonda! Browser, pas më. Klea. Unë do të tregojmë pak këtu, 17. Ta hapim timerin. 12. Nuk kam fëtë e lajtë! 10. 9. Klea, 4, 3, 2, 1, mbarova. Okej, unë nuk mendoj që është aq keq. është shumë keq. Për zotin. Unë kam harruar ta thaj. Në 10 minuta nuk të do Prandaj po shkëlqen. kam vu highlighter. Ky ishte një make-up i bërë për 10 minuta, kështu që nëse jeni shumë dhe po shikon këtë video, të lutem mos kërko nga ne që ta bëj make-up për 10 minuta. Dhe nëse jeni gocë dhe po shikon këtë video, ke shumë të drejtë nuk mund të dalësh për 10 minuta nëse po të pret poshtë. Mua!